Një për momenteve ma cikletshme që kena pas, me joni nuk unë në televizion kër jena konë të punu, ku mua më bje të fikët. Unë e në të hapë sytë që mësë me kaldu se e di që tani ka Mira Pishmën. Pse? Jo më rep se Mira Pishmën është diçka që ndodhë, sidomos kër e ki emisionin live. E kena pas një musafire, cila ka të regu qysh e kam poshtë smundjen me kancerin, edhe një për atyne personave që kur kalzën dikush heka, sidomos shëndetësore. I përjetën, i qetë në veti. I përjetën, i qesë në veti, tutna për i mjekve, tutna për i spitalit, tutna për i gjakut, për i gjilpanës, e të jë. Edhe ajo filloj dhe më thonë me kalzu qysh e ka zbulu, timin, e sene, edhe i kishim nashta 10 minuta deri në fund të intervistës. Edhe unë janë isa mos mu një mirë, po ta shumë veke shumë keq me janë ala, abdin fjallën në gjysa, e kita shtu të kalzu, ka qenë dita më do këtë, ose nashta ka qenë të marsi, nëse nuk ka bëj, ka qenë, këna dash me lidh me forcën e grusë, edhe qysh ajo e ka kalu kancerin 2 herë. Tash na iden, konceptin e emisionit e kemi pas paka shumë si podcast, e kena pas me ndëgjuset, me mikrofonin, edhe une janë isa me i pa disa reagime të qëndetshme tagit që i hekin ndëgjuset, janë isi... I heka syzat, i heki syzat, po ideja jem që masi rëfimi ke shumë emocionus, që janë isi me kaj cagje shumë ma endishme në këtë pjesë, edhe nuk është që e bona shumë të madhe, po manej kjo lypën... Dhe për një moment, në keqardje për me janë ndërprej fjallën, veç mu ka të runi heradin, edhe po që, nuk o mirë situata edhe jo më rado, më thonë. Bile ajo gruja që ka qenë musafirë më ka pritë, pa im dirit për i saj, edhe i kom qelë sy, do më thonë me një tjetër studio të shullë, të më këlluj uj me një popkek në dorë. Tash popkek një popesoj që ka qenë shqetsuse atëhera. Ka qenë shqetsuse, po që agi është... që sumë me të abdina ndodhi... Gabimi jem, se u dojsh vish me dalë kër u konë njoni në dalje edhe si shmarë vesh. Po ideja që mu shumë shpesh më bjenë edhe kur mu të ru e vrejta që s'kam pështematin edhe thash ma mirë po galëzoj së së kona. Mas në ju në binë tokë del një kongë dhurata dorës.